Rikthehemi në studio, siç e përmendëm, do ta kemi e tha Musafer, futbollistin Murat Bajraj, me cilin do diskutojmë gjëra gjatë për karrierën e tij në Sloveni. Ka lëviz edhe në vende tjera, po vulën ja ka qenë tash fundmi në Sloveni. Murat, faleminderit shumë që je me ne sonte. Faleminderit ju. Një histori interesante e karrierës me u tregu dhe me u dëgju për dëgjuesve. Po gjë interesante. Po ndalemi fillimisht te sezoni që ka përfunduar ligën në fakt liga e dytë është liga e parë, që i themi ne në Kosovë, liga e parë te ju është Superliga, që i themi ne këtu. Po. 22 gola, 4 asistime, një sezon fantastik. Ndoshta pe sezoneve më të mira në karrierë, mundemi me thonë. Po besoj që kjo sezon ka njëra ndër më të mirat karrierën time. So ka qenë vështirë me konkuru në ligën e dytë edhe me arrit këto shifra? U konë që kjo sezon u konë tepër e vështirë për mua, se në fillim sezonës, në fund sezonës që shkoj, ja kam pasur një lëndim. Tani deri sa u ktheva te mas me terapie, me ushtrime, e 4 ndeshjet e para nuk kam fillu kursi startues. Gjithë ty orë si ty hin lojë gjithë më vonë. Deri sa mora tani atë ritmin e lojës me fillu si fillestar një meqën e parë. Mendoj se u konë një sezon shumë e mirë, gjithë ekipit, edhe kena përfundu në vendin e 4, u konë tepër mirë. Prej gol assist, i thonë anglisht GA, pra kur kombinohen bashk, kanë 26 në total gol assist, prej 30 ndeshjeve që i bjen fix që po thuti logjika e 4 ndeshjeve të para që nuk e ke pas mundur me marrë ritmin e lojve. Po. Çka mendon që të ka shty ose çka të ka motivu për me pas një sezon si kë? Mendoj se ushtrimet që ai kum bë verës, domethënë çat kohë kur jam kanë lëndun, kam ushtruar edhe vetë shumë me trajnera. Edhe jam kanë në formë shumë të mirë, edhe individual kam bën shumë, po edhe më herë çka kam bën, po tani deri se kam hi në ritmin e ligës dytë atje që shitojmë na. Dhe sot adaptohesh me ligë. Sa është i vështirë kampionati me garu në ligën e dytë Slovenisë? Kodja është vështirë. Më merr mendja ekipet atje që janë, domethënë ka naltit. Në tabel janë këto sikur ka fundi që janë Premier Liga. Okej. Më merr mendja niveli njëjtë. Kur dinamikës lojës e këtyre gjona. Po, kur diskutuam, tha që ka futbollist të ndryshëm në highlights kur i pa bashk, njërin e përmendë si ish portier të Barcelonës, ndërkohë pjesë e kësaj ligës, o ka në akademitë Barcelonës, ka jap atë se di deri ku ashtu, që di si u ka në akademitë Barcelonës, dhe me siguri e ka pas në lëndim, në sen, në spodin, ashtë në klub e ka jap në Hazim, a që ka kontratën nuk e di, dhe on të mbrojt tash në Ligë 2 Slovenisë. Edhe tjetër figurë interesante e kësaj lige ke Josip Ilicićin, jamën shumë i njoftën i futbollit evropian. Ilicić lu në Super League. Ata shon Super League. Në Super League. Mos po e u kthy kalu për Mariborin, tash ti lu për Kopën. Dhe mos gabofsh zgjedh lojtari më i mirë këtë sezon. A ka Romo ballafaqur me të në teren? Jo. Në teren. Kur ke mrit ai ka dalë në Super League. Jo, ai s'ukon Ligë po, në Ligë 2 s'ka luaj. Okej. Veç në Super League. Veç në Super League. A ka edhe shqiptar tjerë që luajnë në ligën e dytë të Slovenisë për pas teje? Po, ka. A ka shumë? Janë një 2-3 mos gabofsh, luajnë për ekipe tjera, nuk gjimi kështu personalisht. Ama më ka ra me bash me bisedu me ta në fush ku janë azatete. Një hote e kam bjem një ndoket. Ata një fakt. Nëse s'gaboj dikush është edhe te Gorica dikush luan. Nëse nuk gaboj. Po, ajo në Shqipnis, po. Po. Sa mos pjadim bjem në... E harrova, më nga trupa e di që kom pa në listë. Pozita ne në Sloveni shkon direkt në ligën e parë, kurse e dyta futet në play-off, tjera të mbesin atë ku janë. Domethënë 2 lojë kanë, më merr mendja edhe këtu shkojnë njëjtë, i kanë 2 lojë, një lojë vendas, një lojë Musafer. Për më përcaktu ekipi që... Po, 2 ndeshja të këshyren gol, atë kush është më shumë edhe... Me këtë sezon edhe me këto shifra, a ka pas interesim për ekipeve për ty tash? Besoj nuk ka pas qare pa vëron sy njerëzve një paraqitje si kjo. Ka pas
s'ka pas shumë, po nuk bisedoj unë me ekipe, ma shumë mirët prindi jam, babi, ai bisedon, po ka dhe agenta që am shumë, po për ekipe, për më shku jashtë Slovenisë, mrena Slovenisë, amo një hera les ke më ndosë për gjanë. Kum pas ofertë edhe për Superligës këto, edhe gjatë dimnit, edhe tash do agenta më kënë shu për me lu këto, amo dimit këna vendosi jo, bashkë me mendimin e prindit dhe me do mendime të mija se i keshëm do plane tjera, si analizu që shkëna dashna, se synë na mirë vesh 2 palët. Po nej, se vendimi për me qëndru atje ka dali qëllum, për faktin që e ke pas pjesën tjetër të sezonit fenomenal. Po, 2 sezonit e në kanë të mirë, edhe 2 sezoni parë dhe kjo 2 te. Në kanë fantazi dishë. E përmende prindin. Po. Do prindin e ki një prej motivuzve kryesore dhe njeri që realisht ka fut në botën e futbollit. Po. Tregona pak për ta. Mënoj si ma shumë dëshirë ka aj me arrit dishka si korona. Në gjdo loj, pa marë para se shkluja edhe në fund botës me lu, ajo në gjendje me ardhe dhe më supportu. Bile një ko patalun për Velenjan, edhe patalon, e pata një lëndim pak shpinën edhe vendosa me lan futbolin. Edhe imbjet e pa përballueshme. Po, sërë si shqyqa topin nisha adhime, shpinë. Ta një prindi kesh qef më shku me i klub tjetër, shkova atë, ma s'mësha, s'në bajtojsha me tonë për me lu futbol, ma. Ta një patalon keq aty, po ta prish pak qefin. Sa ke ndru pa lujt futbol? Sa e ke lon? Kam një gjys viti s'kam lu heq, tani do shok që këna ushtru bashkë, pa të në thirë me shku në Astri, në liga ma dëpta, me lu kështu për hobe, aty kam lu një 6 lojë mitësore, kam shënu 19 golla mos gabosha. Tani ja nisi liga, 2-3, do më thonë, 2 lojë kanë lu mos gabosha dhe klubi o prish mo, se egzistaj kaj klub. Dhe tani prap një 4 muja pas, nuk e di sakt sa, s'ka më shtru heq. Tani shumë me shok shkutëm për pushime, verës, edhe një trener atje, që a njofu më thirin telefon, qështu, a je gatë që më këthy me lu futbol, edhe vendosa me shku, tani prap Ligë 2 Slovenisë. Edhe aty kam lu, amo se kam lu kur pozitën teme, mujtë me thonë, me kalzu vetën. Gjithë kam lu pozitët tjera. Nuk ka që nuk di mi lu pozitët tjera, amo tjetër nësh gjinda si qëndër sulmus, tjetër nësh vinger, ose mes foshora, në mbrojtje, pa mërë pasësh. Aty se kam pas sezonën qashtë mirë, ju kalzohu arsyen. Tani pa të në thirë një ekip tjetër në Ligë 2, s'pi përmeni këtë shpime me emna, se s'jena da bashkë mirë diçka me ta. E kam nënshu, më kënë thirë ata vetë, në fakt për atë ekip ku më lune kër jenë konë Ligë 3. Edhe ju ku më dimu shumë, si me golla, si me asiste, për me hyp me unë kuadru në Ligë 2. Për me hyp në Ligë 2. Dhe e kom nënshu kontratën, i kom bon krejt stërvitjet për i kem sezonin e dimrit për më përgadit e ketë, në fond, për u kry ketë, në kanë tonë si s'na duash, ma vën, pa arsye, pa sen, nuk i di arsye qka as. Wow. Dhe vasti, tani s'kisha ku me shku më në Sloveni. Se u kry se... Afati transferimit. Afati transferimit u kry. Dhe shkova në Astri me lu pak për qef, për hobi kështu. Tani u kry sezona, më kënë thirë Ligë 4 në Astri një klub. Kam shku atje, u kontër njëri që më ka posë edhe më heret në Sloveni. Në ekipin e Austrisë në Ligën e 4. Po, në Ligën e 4. Kam shku atë, e kam lu gjysë sezoni, e kam posë një sezon shumë mirë. Aty kam shënu një 10 golla, më zga bosha, im ka i dyti në ligë, a më kom posë edhe minuta shumë më pak, si golla shënu si parë. Tani këtë e njeri ka arë në Ligë 2 në Sloveni, dhe pa tjerë që shtu kem kontaktu dishka, dhe kem vendosë me shku tani në Ligë 2. Babi kështë qef ma shumë dëshirë, i thash porim që të ose mira. Jo edhe në Ligë 2 se ta di kapacitetin, potencialin që fara e ki ti, edhe vendosëm tani. Me u rikthy.
Trajneri është I njëjti aktualisht apo? Po, trajneri I njëjti. Me cilin ke bashkëpunu edhe atje edhe këta. Me ata ku më ushtru edhe shumë individualisht, bojmë ushtrime. Për ndryshe, ekipi u quajt Beltinci. Po. Qa e bën të veçantë këtë ekip? E bën të veçantë se kryesorët e atij klubit, bordi I klubit janë shumë njerëz të mirë. Mënohen minimum njëri tjetrit, janë shumë shoqënueshëm. Mendoj se kjo edhe lojtarët janë të lehtë mes vete. E pati historinë interesant për epitetin e shënuesit më të mirë në ligë. Po. Si vjet e keni pas një duel me futbollistin që ka përfunduar I dyti I jashtëzakonshëm, më na shpjegon pak që të historinë se edhe në gjysmë sezonit në gollat barabartë edhe deri në fund keni qenë gollat barabartë. Po, Amadej Marosha, unë I lojtar shumë I mirë. Ai kalu edhe I ka shënuar kundër Tottenhamit, e kalu në Super League Slovenisë, në Europa Liga. Unë lojtar shumë I mirë. Në gjysmë sezonin e parë kena pas 12 golla. Ku kry tani sezonin e dytë na e nesëm pak si ma dopt. I pa t'jap një 3 golla ma shumë. Po ty punu, ty u munu. Dhe në ndeshjen e fundit, domethënë kena pas se cili ka 20 golla. Dytë ka 20 në xhirat e fundit. Po, në xhirat e fundit a dulum me ekip që dalëm gjithë mi bën përgatitje, nxemet e këto dhe çdo top shitojsha që ke jashtë gollës. Tash s'ko ka shkru. Sot s'ko ka shkru heq. Edhe tani hitum garderob, më përgatit, dulen krejt stafi, krejt jashtë, si atë më vish në lejtartë. Edhe kem një kroat aty, një mesoshor, edhe tha, ban me folun në dishka, tha të në lejtartë po, dhe që tash ta kena lujt na për ekipin. Shka kumuratit kejt e dim së lojt I kena fitue, qa ka bon për ekip, së munimin, së senin, tha, sot pa lujt na vish për këton, kejt ekipi. Mësi na ka nimu, kjo ka shumë të nimuj me dhe na këtina. Edhe fillu të më lojen, më ka është shumë mirë, bëden gjatë shumë I mirë. Fillu të më lojen, minutën e 6, bashaj më boni asist dhe shënutëm për 1-0. Mos 5 minuta prapë shënova, batëm 2-0, dhe më thonë dola 2 golla në përsi. Tani ka pak I veqa ata qëtabit, sa ajo loja tjetër. Amo, është knatësi në aspektin personal, besoj. Edhe ekipor, se është ndihmuar në realitet edhe ekipi, po edhe në aspektin personal statistikat vlejnë shumë. Po, amo, edhe pa ekip së një kisha bon është... Po, absolutisht po. Statistika ke impresive sa I përket shënimit gola, okay? So ketë edhe çdo 82 minuta. Herën sezonin e fundit më I mirë I ka pas 19, 2 sezona para fundit I ka pas 16. Dhe më thonë 22 golla ka kohë që se në ri? Jo. Edhe për ekipin ku jam në Beltincin, Vishnjani, Ani Sulmus, Shkarpar, mës gabov shakpa emnin, a në Super League u konë golla shënu si ma I parë, edhe në Ligë 2 su konë kërkosh që I klubit me ka të shumë golla, kur. Në historit klubit? Po, në historit klubit. Fantastik. Edhe një detaj interesant, për jam punat të se I kështë detajet shumë interesante për fillimit deri në fund. Kur je hy këtu, vlerën treg e ke pas 25.000 euro. Po. Kur jam këthy në Sloveni, do më thonë jam këthy për Ligës 4 të Austrisë. Pa ta pas 25.000 euro vlerën. Në këtë sezonin e kam pas 25.000 euro vlerën. Me në një vitit më ka rrit 225.000 euro më do këtë bon vlera. Prezishte të shopo? Konë dhe në fund sezonit u konë 175.000 më zgabosha. A më tash më këshin qitë aty edhe aton si jam konë golla shënu si ma I mirë kupën edhe direkt më kishë rritë për 50.000 euro. Dhe më thonë, Murat Bajrar është në ranin e parë me 225.000 euro, mas teje është Malazezi Nikola Jovicevic, që I ka poshtë 225.000. Kalu edhe në Super League kalu. Jovicevic. Për ekipin e Murës, më zgabosha, po. Aty ku kalujt edhe me Lindon. Ekipi këtin tash u hinë në Super League të Slovenisë. Fantastike, a?
A ke pas një herë Murat kontakte me ndonjërin prej kombëtarëve qoftë Kosovës, qoftë Shqipënisë? Jo, kurse. Pak çudi. Po s'po di, këta i kqyrën është më shumë shenë ma... Ligat e para, Superligat, nështë. Më merr menja, më baskon Superligën e kon me këtë statistik, më merr menja si absolutisht kishin po. Bon ftesa. Absolutisht po, 22 gola, nuk janë plus 4 asistime, në total 26 është kontributi, Po. është shifër bukur e madhe. 47% të ekipit që i kam kontribuar në gol. 47% golave të ekipit. Mos gabofsh apo. Fantastike. Futbollist, karriera interesant, krejt në rregull, qysh doli me pas shokun më të ngushtë bokser. Kam prindët tonë janë mëte atje, që një 40 vjet. Dhe gjithë kanë bashkëpunu bashkë, kanë gjien familjarisht tani bez mos bresi. Edhe ke përfundu me djalën Januzajn, dostin më të mirë. Dostin më të mirë. Tash po e shohim ka ardhe në pushime në Kosovë. A e shfrytëzon se harrova me përmend, nga Kosova e largu shumë i ri. Po klasën e 8 kam përfundu këto. Dhe me një muj pa i bon 14 vjet jam shku në Sloveni. Atje kam përfundu klasën e 9, shkollën e mesme dhe fakultet. Çka ke diplomu në fakultet? Fakultetin ekonomik. Fakultetin ekonomik? Po. Okej, perfekt. Shkollimi është shumë e rëndësishëm, besoj, edhe krahas sportit. Po, normal, se Nevojit. çdo lëndim e ka në sen, tani diploma të vynë. Shumë e vërtet. Kesh të të pyet, a e viziton Kosovën sa herë ke mundësi, a e viziton të afërmit kur ki pushime? Po, i vizitoj po për një kohë shumë të shkurt. Po. Dimri zakonisht të ri, një 10 ditë, 2 javë, verës nuk mujmë shkakoj treninger. Edhe Tash e kem- angazhimeve. Tash që kem fraj, po, tash që kem fraj pak edhe vendosëm me shokin tem, Djelonin. Edhe ka fundi jemi, deshta vesh me pyet kontratën me klubin aktual. Po. A e ki hala valide apo të përfundon? Po në kom pas mundësi, në fakt, klubi ma kena afru mua kontratën profesionale, ama kam vendos me mendimin e prindit të familjare, mos me prit. shkru, me prit. Mos i kena prit dhe tash, Absolutisht po. tash mos ka dënë kontrata. Plus çfarë sezoni ke pas para vetës, absolutisht komplet e natyrshme që i pret oferta, tash shikon mundësinë më të mirë nga vjen. Tash ta shohim. Ade, na inshallah të shohim në Alt e Manal. Inshallah. Në ligën e parë, kisha pas qef me të pa një herë, tani Super League. Del ku del, po, në Super League. On zër më orë deri te Liga Parë, se tani së Sakt. shkon më të poshtë. sakt. Faleminderoj shumë për kohën që ke nda për neve, edhe për Faleminderit këtë ju, intervistë shumë. lezetshme. Shumë faleminderit. Edhe të urojmë shumë sukses. Inshallah nuk i lëndime, tjerat i arrin, besoj nuk i ki problem. Faleminderit shumë. Për juve.